isha duke u falë ndurës, isha në bregdet, edhe thash Allahu Akbar. Edhe isha afër dallëve të detit, dhe subhanallah al-azim për nga ferimet e Zotit Gjithësisë. Edhe më vinin ato dallëve, me atë zhurmën e mrekullueshme si simfoni, edhe isha duke u falë, duke u kënaq shumë, vetëm kur në ato ndizet një muzikë larg, edhe u kryu një kakofoni midis bukurisë së dallëve të detit dhe një muzikë që ishte shumë e lartë atje. Dhe mbasi mbarova thash me veten time, imagjinoni ajo që vjen për Zotit është e përsosur në simfoni me shpirtin dhe me zemrën e njeriu dhe me mendjen e tij, dhe kur u falja dhe dëgjoja dallët e detit, zhurmi ishte dhe ajo ishte kënaqësi e madhe. Kur u fut ajo që bën njeriu dhe egzageron, ajo pothuajse ma shkatroi përqendrimin në namaz. Pastaj po mendoja ky Zot që i krijoi këto dallë deti që vinë si një simfoni vetvete, që përshtaten dhe harmonizohen me natyrën njerëzore. Po pastaj fillova të mendoj pak më thellë, po ky det i madhërisht kush e krijoi, po ky det që është aq i thellë dhe aq i bukur, po ky det që ka një shtipër njerëzit që lahen të, po ky det që ka gjallësa pafund brenda që jetoj, po ky det i cili ka perla dhe zbukurime brenda saj, e krijoi madhi Zot. Atëherë po ky Zot e ka zbritur Islamin, si bukuria e detit, si bukuria e diellit, si bukuria e muleve, është dhe bukuria e këtij Islami që ne jemi brenda saj.